Këto të premte është regjistruar fluturimi i parë direkt Tiranë-Toronto nga aeroporti i Rinasit. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në ceremoni ka deklaruar se tashmë objektivi tjetër është linja direkte me SBA. Ai theksoi se është bërë përparim në këtë pjesë dhe është shumë afër finalizimit. Shqiptarët janë pa diskutim të parët në dy gjëra. Në mesazhe celulare dhe fluturime me avion. Dhe pa diskutim që linja juaj do jetë shumë e suksesshme, por tani më për ne kjo është një gjë që ndodhi dhe i përket të kaluarës, edhe pse e kaluara është vetëm sot paradite, ndërkohë që objektivi strategjik është që së shpejti të kemi edhe linjën tjetër direkte, atë me Shtetet Bashkuara. Edhe në raport me këtë objektiv është bërë një përparim i konsiderueshëm, edhe mund të them që jemi shumë më afër finalizimit se sa çfarë mund të mendonim vetëm pak vite më parë. Mëtej Rama u shpreh se aeroporti, përveç rritjes së numrit të pasagjerëve, ka pasur edhe përmirësim të cilësisë së shërbimit. Kryeministri njoftoi se së shpejti në aeroportin e Rinasit do të vendosen porta digjitale, të cilat sipas tij do të jenë porta ku do të kalohet pa asnjë lloj kontrolli për ata që kanë pasaportë shqiptare dhe informacioni do të merret vetëm nëpërmjet inteligjencës artificiale. Aeroporti i Tiranës është një ndër aeroportet e para në Europë që ka hedhur hapin e kalimit të digitalizuar të check-init dhe të check-outit, ndërkohë që së shpejti po këtu ne do të hapim një kapitull të ri të transformimit digital të aeroportit dhe të modernizimit të mëtejshëm të tij, një kapitullin e portave digjitale, të cilat do të jenë porta ku do të hyet pa asnjë lloj kontrolli nëse je shqiptar dhe nëse ke një pasaportë biometrike shqiptare. Kjo do të bëjë që për të gjithë pasagjerët shqiptar që hynë në aeroportin e Rinasit të jetë një hyrje si në shtëpinë e tyre dhe gjithë informacioni do të merret nëpërmjet inteligjencës artificiale që do të ketë kjo portë. Ndër të tjera, Rama tha se Shqipëria ka nevojë për turizmin e gamës së lartë në mënyrë që të ketë rritje të ardhurave për komunitetin dhe ekonominë.